Do të shkojmë tani në Kosovë direkt me Leonida Bajramin, sepse sot Kosova do të provojë sërish të formojë institucione të reja pas përfundimit të zgjedhjeve, të cilat në fakt dështuan si proces. Leonida, të përshëndesim, çfarë do të ndodhë më tej? Ju përshëndes, atëherë për të 19 herë ka dështuar konstituimi i kuvendit të Kosovës, as në këtë seancë nuk pati quorum për votimin e Komisionit për votimin e fshatgjëshve, ka kërkuar lëvizja vetëvendosëse si një mënyrë sipas tyre demokratike për të votuar për krye parlamentarin. Albulina Agjiun më saktësisht e propozuar nga lëvizja vetëvendosje për më shumë se një muaj për këtë pozitë, por që nuk ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur. Kjo po e mban penge dhe konstituimin e kuvendit të Kosovës, që pastaj do t'i hapte rrugë dhe formimit të qeverisë së re të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Edhe pas kësaj seance pati akuza e kundër akuza mes partisë së parë, lëvizjes vetëvendosje, dhe partive të tjera, ku lëvizja vetëvendosje kërkoi reflektim nga ana e partive të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, të cilat nuk po marrin pjesë në votimin për komisionin për votimin e fshet, duke thënë po ashtu që të njëjtët janë duke bllokuar konstituimin e kuvendit. Në anën tjetër, edhe partitë tjera politike, më saktësisht Partia Demokratike e Kosovës, gjatë ditës së sotme tha se kuvendi ka mbetur peng i tekeve të Albin Kurtit dhe Albulina Agjiut, marrë parasysh që të njëjtët sipas PDK-s nuk po reflektojnë për të ndruar kandidatin për krye parlamentar në mënyrë që t'i hapet rrugë konstituimit të kuvendit të Kosovës. Faleminderit Leonida Bajrami.